dëshiroj të them se motivi kryesor i imi për të marrë në këtë çështje nuk ka qenë vetëm motivi akademik, por ka qenë edhe në ndjenjë përgjegjësisë edhe mundimit të vazhdueshëm për përsëritjen e historisë në zhvillimin tonë ekonomik, përkatësisht për sindromin e të shekullit fund në një sistem si më pazhvilluar në një sistem tjetër të fundit në zhvillim. Prandaj, pikërisht për këtë dilemë, e kam pasur mosdoshme që të përkushtojmë analizës konvergjencës ekonomike të Kosovës, jo vetëm pikpamje ekonomike, por edhe pikpamje të reflektimit të shoqërisë tonë, mbi rrugën që ne kemi zgjedhur si shoqëri në zhvillimin ekonomik, dhe lidhur me masat që ne duhet ndërmarrim që dalin nga cikël në cilin tani ndodhemi. Sot kam nderin që në mesin e kësaj audience dhe mysafirëve të përuroj librin e akademik Isa Mustafës, Konvergjenca ekonomike e Kosovës me Bashkimin Evropian. Akademik Mustafa, si njohës i mirë i proceseve dhe rrjedhave ekonomike, edhe në këtë doshkrim ka një qasje shkencore, moderne dhe profesioniste të bazuar në burimet dhe relevancën e kohës së kësaj fushë. Akademik Mustafa, me profesionalizmin e tij teorik, shkencor dhe përvojën praktike, paraqet një gërshetim shkencor të teorisë e ekonomisë së tregut të lirë, teorisë e konvergjencës ekonomike dhe politikave ekonomike që ka ndjekur Kosova në hapat e saj të zhvillimit ekonomik dhe social. Prandaj, edhe në këtë libër, ai sjell risi si nga qasja hartuese, metodologjike, duke ndjekur një qasje shkencore dhe duke konsistuar në përfshirjen e vështrimit intelektual dhe profesional të konvergjencës të ekonomisë së Kosovës me Bashkimin Evropian. Sot kam knatësi të flas për një libër që trajton nga çështjet më të rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe perspektivën evropiane të Kosovës, librin Konvergjenca ekonomike e Kosovës me Bashkimin Evropian të autorit akademik Isa Mustafa. Ky libër është një kontribut i rëndësishëm në fushën e ekonomisë dhe në debatin shkencor mbi zhvillimin ekonomik, institucionet dhe procesin e integrimit evropian të vendit tonë. Tema e konvergjencës ekonomike është një nga konceptet qendrore të ekonomikësit të zhvillimit. Ajo lidhet me procesin përmes cilit ekonomik më pak të zhvilluara afrohen gradualisht në nivelin e zhvillimit të vendeve më të avancuara. Në rastin e Kosovës, ky proces është i lidhur ngushtë me perspektivën e integrimit në Bashkimin Evropian dhe me përpjekjet për ndërtuar një ekonomi moderne të tregut, konkurruese dhe të qëndrueshme. Në këtë libër, autori akademik Isa Mustafa trajton në mënyrë të thelluar dhe sistematike procesin e konvergjencës ekonomike të Kosovës me Bashkimin Evropian, duke analizuar faktorët ekonomik, institucional dhe politik që ndikojnë në këtë proces mjaft kompleks. Libri fillon me kapitullin teorik, ku autori bën një trajtim kritik të teorive të konvergjencës, duke filluar nga modelet klasike dhe neoklasike të rritjes ekonomike të autorëve Solo, Menkyu, Martin, deri të çastet më moderne të rritjes ekonomike endogjene, me përfaqësuesit më ndëjnë të saj, Romer, Lukas, Grossman e tjerë. Dhe normalisht vije deri tek rishikimi kritik i literaturës ekonomikësit institucional të Douglas North, Darren Acemoglu, Robinson dhe të tjerë. Në analizën e teorive të konvergjencës, autori vën në pa dallimet në mes të dy qasjeve kryesore, modelit neoklasik dhe modelit të rritjes endogjene. Sipas qasjes neoklasike, të gjitha vendet prirën të konvergjojnë drejt një niveli të njëjtë të lartë të zhvillimit ekonomik. Në këtë kuadër, akumullimi i kapitalit konsiderohet si faktor kryesor që nxit rritjen, ndërsa rritja mbështetet në mekanizmin e kthimit margjinal të kapitalit. Kjo nënkupton se vendet me nivelin më të ulët të kapitalit dhe të ardhurave përfitojnë nga produktiviteti më i lartë margjinal dhe përrjedhoj arrin norma më të shpejta të rritjes krahasuar me vendet e zhvilluara. Në anën tjetër, modelet e rritjes endogjene nuk supozojnë ekzistencën e
kthimeve margjinale të kapitalit dhe nuk e konsiderojnë konvergjencën si një proces të garantuar. Teoria e ndërgjegjeve rritjes ekonomike parashikon mundësinë e shtigjeve të ndryshme të rritjes afatgjatë duke inkorporuar në ekuacionin kompleks të rritjes ekonomike edhe faktorë të tjerë si dia dhe inovacioni teknologjik dhe kapitali njerëzor. Në këtë kuptim, kapitali njerëzor, akumulimi i njohurive, kërkimi shkencor dhe zhvillimi teknologjik paraqitet si motorët kryesorë të rritjes ekonomike, ndërsa investimet të huaja direkte dhe tregtia ndërkombëtare konsiderohen si kanale të rëndësishme për përhapjen e eksternaliteteve pozitive dhe për shpejtimin e procesit të konvergjencës. Përmes kësaj analize kritike dhe të mirë strukturuar, autori akademik Isa Mustafa ndërton një bazë të fortë konceptuale, mbi të cilën e mbështet analizën empirike, duke i dhënë studimit një tërësi shkencore, koherenca analitike dhe ajo që është më rëndësishme në libra të tillë studimorë, një themel të qëndrueshëm për interpretimin e rezultateve empirike dhe nxjerrjen e përfundimeve mbi konvergjencën. Akademik Mustafa, përmes një përdorimi shumë kreativ të dhënave nga burime të ndryshme, arrit të prodhojë informacione të reja dhe me vlerë për prova empirike të teorive të lartëpërmendura. Në tutje, Mustafa bën edhe analizën më të avancuar duke ndërtuar parashikime dhe projekcione mbi rrugën e zhvillimit ekonomik të vendit, veçanërisht e rëndësishme është përpjekja e tij për vlerësuar kohën që nevojitet Kosovës për të afruar në nivelin e zhvillimit të Bashkimit Evropian dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke ofruar një perspektivë konkrete të maktshme, duke bazuar në skenar të ndryshëm në rritje ekonomike në këtë libër, ajderson se procesi i afrimit Kosovës në nivelin e zhvillimit të Bashkimit Evropian është afatgjatë dhe mund të zgjasë dekada në varësi të ritmit të rritjes ekonomike dhe reformave institucionale në vend. Llogaritur sipas kritereve të produktit brendshëm brut të përshtatshëm në fuqinë vlerëse, Kosova gjatë 24 viteve ka arritur rreth 27% të mesatarës Bashkimit Evropian. Dhe pashtu, duke i referuar në librin bazuar në këtë dinamikë dhe në kushte të pamndryshueshme të afarizmit, autori vlerëson se për të arritur nivelin e plotë të konvergjencës në Bashkimin Evropian nevojitet dekadë. Një nga vlerat kryesore të këtij libri është çështja e tij multidimensionale. Autori nuk e trajton konvergjencën ekonomike vetëm si një proces të rritjes treguese makroekonomik, por mbi gjitha si një transformim më të gjerë ekonomik, shoqëror dhe institucional. Në këtë kuptim, libri thekson se afrimi ekonomik kërkon jo vetëm rritje ekonomike, por edhe reforma të thella strukturore, forcim të institucioneve dhe zhvillim të politikave publike efektive. Në analizën e tij, autori kushton një rëndësi të veçantë të rolit të institucioneve në zhvillimin ekonomik, institucionet, rregullat formale dhe jo formale që strukturojnë jetën ekonomike dhe politike.